që kanë mja dalë ata që janë me penzione ose me ndihma sociale. Shumë dallim, për arsye se atje të ardhunat janë shumë më të larta. E këtu e ju vetë dini të ardhunat përveç këtyne që janë, domethënë, në përparti, të ardhunat janë shumë të vogla. Rryma, 3 muj, 90 euro. Me një stuvë të vogël, banesa e vogël, 3 muj, 90 euro. Punëtorët, klasa punëtore, e shpenzojnë tepër bukën. Domethënë se kushtet nuk ju afrojnë mundësinë me pas, domethënë tryezën e tyne, gjëra që e zaventësojnë bukën. Kur domethënë me rastin e votimit nuk po din njeri kanë mi votu. Veç më jam shu vi. Asnjëherë, se si po vinë për shtet, ndryshojnë. O e kisha shtrajtu edhe ma shumë e kisha shtrajtu, me bukë nuk ko luj, bukën për këtë shpërdurin, veç lozë tam, pen kryt, dhe në fund atje virin bukën e kopin qajt e lujt me ta sakonqeve. Edhe ma shumë ja kisha shtrajtu, nuk ja din vlerën bukës, shumë të arsyshme janë, edhe për rrim të arsyshme janë, se për subvencionon, kush për kursen, për ju ndihmon, bizneset e mdoja si të kalujnë, ato duhet me ndenu, po qa? E në Gjermani jo qështu? Mas luftet e kënejna i patëm 2 termocentrale B edhe i patëm 4 ose 5 A. Edhe ato dhije kapacitetit të në është 900 MW. Edhe naturisht vazhdu më ashtu. Kompaninë Gjermane erdhen mas luftet të po që ne nuk kemi aftushëm rrymë, erdhen 2 kompani Gjermane edhe me i pru 2 termocentrale B3. Edhe këto 2 B-et me i renovu me i bu 4. Gjermanë pa korupcion, njerë nuk janë të korruptum, ata punojnë pa korupcion, edhe nuk i bun ato 2 termocentrale edhe meten të vjetat. Në masasojnë, filluen të rritën kullat, ndërtesat e larta, prap të korupcionit, drogës, njerëzve që punojnë me drogë dhe fitojnë në mënyrë të lehtë. Edhe fillon me ndërtu vende pa vend, po kullat, ndërtesat, me azon njëna tjetër pamjen, me azon njëna tjetër dritarën, po si ishin ata të interesum për ta, të ishin interesum me marru ndërtesën, me shqitë dhe me marru puat me shtin gjep. Prandaj, kur shtrajtohet rryma, shtrajtohet buka, shtrajtohet çdo gjë. Se çdo gjë hinë rryma gjithë kohën. Prandaj na do të kemi si mos me edhe 4-5 vjet deri sot të fillojnë me dhonë fryt ato kapacitetet që po ndërtohen, atëherë kemi pas rrymë pak më lirë, edhe na nështë do ta kemi edhe rrymë më lirë. Ne jemi shoqëni shumë e re, shoqëni e shkatruar prej luftet, shoqëni e shkatruar prej hojnave, e prej grabizve të ndryshëm, prandaj nuk mujmë me prit më mirë. Shpresoj që do të vëdësohet populli.